Instituti Demokratik i Kosovës në Malishev sot ka bërë publik transparometrin komunal për Malishevën në 6 mujën e parë, e ku sipas gjetjeve të KDI-s, Malisheva me 42.1% del të jetë komuna më transparente në rajonin e Prizrenit, apo nga 6 komuna të cilat monitoruan nga KDI e për cilat gjë është bërë edhe matja e transparencës. Sipas Naim Cahanajt nga KDI, kjo organizat ka bërë matjet në 4 shtylla për të matur transparencën në 6 komunave të rajonit. Matjet janë bërë në zyrën e kryetarit, kuvendit e financave dhe konsultime me publikun që më antërsi komuna Malishevës ka dalë të jetë komuna më transparente, tha Cahanaj. Kryesuesi i Kuvendit Komunal të Malishevës, Aziz Thaçi, tha se transparometri nga debati që zhvillohet këtu na ndihmon për përmirësimin e mangësive eventuale. Në këtë prezantim të KDI-s ishin pranishëm edhe ekzekutivi i komunës Malishevës, antarët e Kuvendit komunës nga të gjitha subjektet e përfaqësuara, të cilat gjithashtu kanë dhënë kontributin e tyre maksimal. Konsultimet publike, raportet financiare në informim, në qasje dokumente publike, në seancat e hapura për publikun, komitetet e hapura për publikun, mbajtje të seancave të rregullta, takimet publike, takime me qytetarë, konsultime publike, si dhe në shumë sfera të tjera që lidhen me transparencën komunale, janë indikatorët që vlerësojnë pozitivisht komunën e Malishevës, po të thon zotëri Cahanaj.